Për rreth një vit, emri i saj është lakuar jo pak në mediat roz, por në kulmin e zhurmës, vet Ana Jupi zgjodhi të tërhiqej në heshtje. Arsyet e kësaj shkëputje janë nga më të ndryshmet dhe mjaft personale. Megjithatë sonte, ajo ka vendosur të hap letrat ekskluzivisht për ne, duke rrëfyer sukseset, problemet, sfidat e padëgjuara, dramat dhe gjithçka tjetër që ka ndodhur prapa kamerave. Ku ka ma mirë se më ardhë të jo në intervist, për që ata dhe kom prit një kohë gjatë kohë, se kom desh më ardhë dikon që ja vlen. Ana, që ka bu këtë kohë, mas pare që 2-3 muaj piblen, kom vizitu Amerikën Latine, Chile, të qyteti Kevinit, ku e ka babën, familjen. Edhe drejtën me të kallëzu, në fillim mu ka do këgja shumë zërë, se nuk isha mësu prej një shteti që është krejt ndryshe, me shku të një shtet që është kompletisht krejt ndryshe. Mas pare, e kom pas shumë pështirë me të kallëzu drejtën edhe se isha ku jom ardhë, edhe qka jam të vu këto. Po, ka pëlqy shumë, në fillim mu ka do diçka shumë e çuditshme atje, se na jena mësu në Kosovë kur t'hina, mi doth patikat, me hija, të mu ka do njësan shumë interesant që për atë që në thonë matë, si ndohëm si në salon që të konë, edhe mu ka do një kulturë krejt ndryshe prej këtuhet, edhe këtu tash na jena pak ma të qetë, pak ma serioza, atje personat janë shumë ma lumtur, shumë ma pozitiv, nashta me thonë muzikë që të konë, muzikën banes, me bu muhabet, me lulloja, edhe mu ka duk një sen shumë interesant, do mos të vetja jam, se unë jam një person shumë i qetë, shumë keni po edhe një edhe vetë, edhe atje e poshtë një anë tjetër të personalitetit tem, që muna me konë edhe pak ma energjike, me bu muhabet, me këcy, me knu, edhe kom kalu shumë mirë me familjen e ti, më kam prit shumë mirë, edhe po besoj që më ka ndesh tepër shumë se halom thirrën edhe gjyshja e Kevinit, sidomos më ka ndesh tepër shumë. Edhe pja u kallëzoj një fakt, kur kesh në Amerikë Latine i po ta flukët e bardha, edhe kur u ktheva këto i lyta të kafta edhe petir Kevini gjyshën e vet në telefon edhe po ja bën, hej, mam, gjyshja e mirë, këshire famnën tem të rej. Edhe po dalën ato me flukët zezda, po ja bën ajo, iki, ku është Matiana, ku është Ana? Edhe që ato e kom vrejt që për një me e kanë një dashni shumë madhe për mua dhe kom kalu tepër mirë me ta, po dhe ata ma kanë marrë mu zemrën shumë. Në fillim, po besoj procesi ditëve të para kom kogja i vështirë mu adaptu kulturë tjetër, a i the Kevinit kum pruna që am bone? I thash, bëlla që jena të lypë këto, që jam të bu këto, ama në fillim për një mu ka du kogja shumë vështirë, se nuk isha mësu ashtu, unë mësu normal me familjen tem gjithë më konë ma të qetë, me u mshelu në ndonë tem, me pas kohën tem, po atje nuk më ishte të qështë se ishte non-stop në lëvizje. Jam me babin e ti, jam me vllaznit, familjen, krejt ato që i ka pas, edhe më ka duk shumë interesant në sens se une nuk jam shumë person i kafshve, edhe gjithë jam kona ashtu që jam tutë, kur e kom pona i që jam ike dhe pam po mu qenë heq pa marrë një kom nga me kilometra. Amo atje këshim pos edhe ojqe. Kumër ojqe? Ojqe në bërë të shpis. Trajnum edhe krejt kështu ojqe të urdo me thonë me njerëz, më mu jenë silë shumë mirë, nuk jenë kona ashtu, nuk jenë kona shumë tegër. Po në fillim u pata tu, 30 e para nuk u dhejsh asë me kaluana, edhe qështu, tu kalu tu ikë. Po tani u mësova me ta dhe shkojsha ashtu i dojsha, dhe u mësun edhe ata me mu njefshin, ma njefshin ashtu erën, aromën, si u mëshishin, a më kum kalu shumë mirë. Po besoj që në qato kohë të fillimit, një për njerëzve që i ke qa hallet me të dhe që ke folë është vjerën këtë rast, për shkak se Melita në jetën e saj u kone, që më thonë, e provume edhe u konë ndjeni me kulturën, me sene edhe nashta ka mujtë me të kuptu qatë fa shokën emocionale, a thjesht në telefon? Kisha diçka që të thjesht në telefon, isha tete, qështu ma bëjko, po ma qënë ketë mollin tam kur jam konë në ere, se kem fillim kur shkova ata qështu jam konë. Po më ka kuptu shumë dhe në fakt e kom thirë kogja shumë shpres, atje sa jam konë të ja kalëzu eksperiencën tam, që është të ndodhë, që shenë senet, edhe jam kuptej ke mas mire. Një gjë që ka mbetur e pandryshuar dhe krejtësisht e pahumbshme është raporti i saj shëndosh me vjerën Melitën. Është një kimi dhe respekt reciprok, diçka që reflektohet qartë dhe dallohet edhe nga aeroplani. Valla drejtën me të kalëzu që ta shkove të fundit ma shumë mami është tu kalu ma mirë me to.
Unë me Melitën, mamin e Kevinit, e kam një lidhje shumë të mirë për shkak se është person shumë i drejtë. Se na kena shumë, po mënoj, në Kosovë na mësu vjerrat, me konë gjithë ato që e mbrojnë djalin, edhe me thonë një djali jam e ka mirë, jo kështu ajo është shumë e drejtë. Se sa herë të dim për shembull kur i çojnë ana hallet me të që kena ndaj probleme Kevinit, din cilët më majt anën edhe din cila anë është e drejtë. Domethënë nuk ka ashtu djali jam është më i mirë, djali jam kështu. Kur ti ka fajet ai thot hac piki fajet ngo çikën që ato thonë, kur ti ka më kallzon më dhe nuk prekna as pak ashtu më thon pse po më thuk kështu ose diçka. Kurse për mami është kalu një kohë shumë të mirë me to, sidomos djetë të natën ka najt bashkë edhe thësha ku dalën në dhomë tjetër se këto dyja po kalojnë ma mirë, po unë e gëzona shumë që e ka një lidhje shumë të mirë bashkë edhe kanë ashtu një shoqni që është shumë mirë kur ti ki vjerën edhe nanën shoqe, se dyqysh një është edhe ma rahat, edhe është që jënë të kalu dyjat një kohë shumë të mirë, edhe mami jam është person që nuk manë shumë shoqe, është person ma privat, kështu që është që jënë të kalu shumë mirë edhe është një krahësi shumë e madhe për mu. Te ke pjesa shoqe i paske gati mamit, do të thonë që ta paske prej mamit sigur. Qëta e kam prej mamit, valla 100%. Kurimit e kësaj themet dhe ato që janë folur më së shumti gjatë këtyre kohëve, pa diskutim, lajmet për një ndarje të mundshme nga Kevini mbajnë kreun e listës. Por përse pati ka të shumë zhurmë rreth këtij raporti, e vërteta është kjo. Unë e Kevini ka njerë haruna që jena për ne me kështu fytyra publike edhe njerëzit e tjerë na këshyrin, sidomos kur jena tu për lasë dhe diçka, harroj që ka bot jashtë edhe për shembull nashta i shatu, unë followa, i shatu fotot, po drejt me të kallzu kur nuk u ka një kohë që jena apëllo diçka për seriozisht, që me kry marrëdhënien tonë krejt. Normalisht besoj që krejt çiftet kanë probleme. Unë për shembull jam person pak më emocional dhe jam person që prekna pak më shumë. Edhe për mua është një pikë që është më bu më duket shumë. Nashta pri personit që e du shumë, nashta pak më duket kuku, a din sa shumë që ambon ose diçka. Na normali kena secili çift ka probleme, veç kush tran që këto na jena shumë të lumtur nuk përloham kur. Na jena shumë për një që tash gjithë kohë, mos na marrni mësysh. Jena shumë të lumtur edhe jena të kalu një kohë shumë të mirë bashkë. Normalisht me herë ka mos marrëveshje që nuk mundu më mirë vesh me njëri tjetrin. Zakonisht cili është burimi i mos pajtimeve edhe ka ndryshuar me kohën. Për shembull se tash ju jeni prej çifteve të vetmi jetë gjatë në Big Brother. Edhe kjo është një kredi që duhet m'ia njoft. Edhe nashta për shembull mos pajtimet mujtë e parë, mas Bigut i keni pas për diçka tjetër, e tash i keni për diçka tjetër, a? Për shembull në fillim na shta u kon distanca, se na kon pak larg njëri me tjetrin dhe nuk na beke na shta mu po shumë shpesh, në shkojsha një javë, kthehesha, një muj nuk usheshëm, shkojsha apet një javë, jon kon çatu problemet. Po tash kur fillon me jetu me dikon, normalisht që fillojnë tani edhe problemet tjera, se donim jam suket anë njëri tjetrin, me ditë ku mos me prek, me ditë ku bëhet nervoz, edhe unë jam person pak më impulsiv që gut na shpejt. E Kevini është gjithë ka dalja, dhe më pret me në, unë jo me një herë, hajte, tani këtë bëhet nervës, pëse po gutesh, kështu pëse ashtu, tani kjo është shumë ma energjik, ma ka qef me këcy, me kënu, ka qef për të qotë, për shembull mi lëshu roletat nalë, me bukrej dritë, unë jam person ma lej roletat poshtë, lëshu një dritë vogël, naj muzik të lejt, naj diçka, edhe zakonisht problemet nuk i kena kështu të mbaja, po gjithë vim prej naj fjale, kur për shembull nuk mirëm vesh për naj sa unë e kam një menem tjetër, a një menem tjetër tani që aty rrokëm edhe dy të mojna menimin tonë nuk lëshojnë asë dhe njëni petëli. E qëto e keni të përbashkë, kryenetësin, kokëfortësit, ne keni të përbashkë, bile... Qëto e kena të njëtë. Jëm të kujtu intervistën me Kevinin, ku do më thonë, halaju s'ket follow në qatë kos, edhe nuk e di, I tha, I won't do this time. A e theve ti kryt menin këtë rast kokëfortësin, e bone te a qëshu shkrin akujt në rrjetet sociale mas kësaj mos pajtimit fundit? Valla këtë herë unë ja kom fëty kokëfortësin. Nëjse në fakt unë jo maja që ja kom bo blog. Po tani unë ja kom make edhe jena bo follow up, i kena qitë fotot. Po është problemi që na rrina non-stop bashk, edhe jena tepër shumë bashk me njëri tjetrin që tani harrojna edhe për foto edhe për mi këtu se jena që aty non-stop bashk, edhe kena një send për bashk që asë të një nuk është që, dhe më thonë, a kena a i ka shok, unë kam shok që, për nuk kena shumë ashtu të letë, unë e shok, a i shok, dhe më thonë, rina, jena edhe si shok, unë e besoj që nashta që përlame dhe kështu vinë që jena edhe si shok, ashtu, i thojna me një me tona, një maja, një ma, nuk mirëm vesh tani dikon, edhe besoj që kësen edhe është i mirë, se kena edhe një shoqni, nuk është që me thonë veç një lidhje, edhe me majtë ashtu dytë venin e tyne, po jena edhe si shoqni, dhe më thonë që i kalzojna drejt njëni tjetër, nuk bën këto tani që të pak jena mësë marrë veshjet.
Për te titujve të portaleve, viti fundit ka qenë me të vërtet sfidues për anën, sidomos në aspektin shëndetësor. Ajo ka dashur që këtë pjesë kaq delikate ta mbaj hermetikisht larg syve të publikut, sado që në heshtje është demoralizuar jo pak nga situata. Jam person që se ka persona që nashta kur e kalojnë një periudhë të keqe tjetër vetë dojnë me kallëson rrjetet sociale, kështu jam do e kaloj një periudhë të keqe ose diçka, por unë nuk jam që ashtu. Nashta ka raste që jam shumë e mërzit ose jam shumë keq emocionalisht, po njerëzit për rreth meje kur nuk e din. Domethënë jam person që nuk do as familjen me mërzit, më kallëzu që nashta unë nuk po nina mirë ose diçka. Sidomos kohëve të fundit jam qenë edhe smut se kam pas një farë infeksioni në veshk që hala nuk jam shëru plotësisht, jam hala me analiza. Edhe sidomos prej periudhës kur u ktheva prej Amerikës Latine, po tani me thonë një down, ka shumë poshtë ashtu me emocione, me lumturi, me si dyqysh edhe u lodha pak, se nuk është qaq e lehtë mi përballu krejt senet, me punu, sidomos kur jeni moshë shumë të re, edhe normalisht kanë me të ardhur sfida njetë që thonë nuk mundet gjithë me konë mirë, ka me pas diçka të keqe. Pas gjithë keq nuk mundet me konë se ka me konë mirë dikur. Po normalisht këtë senet që i kum kalu mendimin e Kevinit, mendimin e familjes tem. Normalisht ka pas kohë që nuk kam dasht as më shfaqen në rrjetet sociale, as më postu kërgjë se dyqysh më hop ka i motive, dhe nuk isha dyqysh motiv për me hi me bo diçka. Po qështa çdo e keqe e ka një të mirë, edhe kur më qelet një derë, qelet dera tjetër, kështu që unë jam shumë falenderuse edhe për senet e këqia që i kaloj, se e di që ato sene më bujnë ma të fort. Edhe unë e shoh vetë që mbrana një vjeti, unë jam pjek shumë me vetën tem, edhe kom përparu shumë me personalitetin tem, me karakterin tem, kom ndryshu shumë sene, edhe e shoh që jam shumë me e lumtur që tash, edhe pse i kom kalu ato senet këqia, shtash e shumë me vetën tem që jam shumë me e qetë, jam shumë me e lumtur, edhe kom gjetë një paqe shumë të mirë me vetën tem. Për shembull, edhe personat që më kanë bo keq, si shoqni, si çdo person që më ka bo në jetën tem keq, nuk jam qenë ai personi që u shkua dhe ka thonë t'ja kthej, ose t'i bëj diçka keq, ose pse më ka bo ai keq t'buna edhe unë e keqe, jo. Gjithë kom gjetë atë rrugën që unë jam e mirë, qa bën dikush keq, qa mënohet më qitë më poshtë, ose më mbo diçka atë sen të unë senin e mirë që kom nuk mënohet më ndryshu as pak, në gjithë kom e kone mirë. Edhe nëse ti kime këshyrë me më dëmtu, me më thy, ose me mbo diçka, unë apet kom e kone e mirë, edhe me mirësin tem, nashta që ato të keqen tonë kom e ta hek, edhe kom e ta mytë, se besoj që e mira e mund të keqen gjithmonë. Pikërisht, kjo periudhë vështirë duket se ka qenë momenti i dur i reflektimit për të kuptuar se pavarësisht atyre që ne planifikojmë, jeta mund të rezervojë ngjarje krejt të tjera. Por pas gjithë kësaj stuhie, a ka plane konkrete në raport me lidhjen e saj? Njëna të e po që çdo herë të do qifte nashta kur fillojnë me bashkëtu ose me kalu kohë ma shumë me njëri tjetrin, nashta i shohin do senet të njëri tjetri, edhe qaj se nashta ja ull dashnin, ose e shohin që diçka nuk po përpuhen. Po ne e shoh me Kevinin që pas çdo nashta përleshje ose çka do që e kena, të na mësojna ma shumë të njëri tjetri dhe dashnia po rritet çdo herë edhe ma shumë. Edhe unë e një vetën shumë të sigurt, se i thom edhe atij, e një vetën shumë të sigurt kur jam me to, dyqysh nina si me kun me familjen teme. Edhe normalisht, planet e mija me to janë që dej nesër edhe më martu, edhe me kriju familje. 2026 nuk ka na lëvizje. Nuk e di, të shmërit ato sa. Okej. Nëse propozon edhe si vjet, mundë me pas po. Po, normalisht që po. Unë e shoh që jena shumë të sigurt me njëri tjetër. Normalisht, në fillim nashta jam gut, kom thonë po isha martu me tok një anes, jam konë nashta edhe pak e pa pjek, se nuk është që jam provu me një lidhje që bashkëton, rëni bashkë 24/7, adin, nuk është që e kom një kur një dashni qështu, dashni është si dashni e parë për mu, se është diçka që e din këtë familja jem, e di unë, është diçka që u rrit shumë te unë. Dashnia për të u rrit, nuk është që u zvoglu. Edhe besoj që për qëtë sen është diçka shumë i mirë, edhe unë e njëna shumë mirë, shtash njëna shumë e sigurt me to, edhe normalisht kur një e ki një person, jo veç partner, për e ki edhe shok të ngusht, edhe i ndonë këtë senet me to, normalisht përse mos me tani me martu, me bo familje, krejt vinë një A, ta ka marrë menja që keni me konë qifti i vetëm, i Big Brother VIP Kosova, jo vetëm sezonit juj, po prej nishit deri në katësh,
që keni me i mbjetu kohës? As pak jo, drejtën me tregu në komenu për Kevinën që kur dolëm se ky që është pak gjys laten, gjys shqiptar, kom thonë është ma kështu tralala, trilili që ka qaf jo femna, jo kënjane, apetin, edhe nuk ma ka marrë manja që është person që ka të stabil, edhe është dhe me thoni fokusum veç të one, të karriera e vetë, me kriju familjen e vetë, mamin, babin, është person shumë familjar. Edhe për qëto gëzona shumë, edhe sidomos edhe pse kena diferencë në mosh, se në fillim unë jom tutë, isha ky që është ma i madh, nështë nuk kam me më kuptu. Po në menoj që nështë ti shkon në majri, shkon një person që nuk i ka kalu krejtë senet njëtë dhe kështë do është halo me jetu jetën e vetë. Edhe besoj që jina përput shumë, se kjo është person që i ka kalu krejtë sa i ka kryt, me dal, me shumë, me ushtuar, nuk i lojnë më përshtypje. Edhe unë jom person që nuk më ka bu kur përshtypje me shku me dal natën, atë nuk më ka bu najsan përshtypje, jom për në gjithë e qejtë. Normalisht është me dalë, ka pak si. Me shoqe, kështu më knaq. Po nuk jam person që jam puna ashtu, po du me jetu jetën, po du me dalë, unë jam kom jetu jetën bëllë me familjen tem, se kom u thu, jam kon të lefar vanja, edhe më ka ra me pa botën, edhe nuk është që më ka me diçka mangu, po pse qëto senën ashtu që udhtime, të dalë me të këtu, pse më s'mi bo me personin që e duane, edhe personin që e kam krak, kështu që sështë që munga najsen dhe besoj që jena përput shumë mirë. E në kuadrë të befasive që rezervoj kjo periudhë, një event të veçantë zë dhe fama e papritur në rrjetet sociale vëllait të saj të vogël Lisit. Prej disa javësh 12 vjeçari është ndruar një senzacion të vërtet në TikTok, duke mbledhur mira shikime e ndjekës. Lisi ka 12 vjetë dhe është i rritur me 3 motra, se na 3 motra edhe kena veç atë vëlla ma të voglin, që ka arë një moment nështë ta bashkur se kena prit, nuk u kom plan hiç, edhe kena marrë vesh që kena me pas një vëlla. Qysh ka fillu gjithë shka, Listi u shko dhe ka bu një video në TikTok me këto qika ta kullureve, edhe që video i shkoj shumë viral. Diçka që më kam bëngu është komentet e njerëzve, sidomos e personave që janë të rritun, mi 20 vjetë, komentet që i kom pas, ka pas kogja shumë komente negative, edhe unë e di që për shembull Listi vjen mu më thot nuk mani, nëse diçka pa e është fëmi, unë jom konë vetë moshën e ti edhe e di qka është më përball ashta me bullizëm, ose unë për shembull jom provu në shkollë, sa atëherë nuk është që kena pas rrjete sociale e kështu. Po e di që nashta nuk njihet mirë kur i shoh ato komente, se është i vogël, edhe ju kisha lut kretëve që është më mirë nashta me i dhon suport, se është i vogël, nuk është një djalë që shon ose poston diçka pa lidhje në TikTok ose nëse është person shumë i dashtën, edhe ka çfarë domethënë i pa njerëzit të kesh ose diçka. Unë më pëlqen shumë Lisi videot që i bën, se i bën shumë interesant edhe është fëmi unik, muna me thonë, se nuk është kështu fëmi që ka qaf jo me lujt me altia, me kere, me kësisene, u konë gjithë fëmi që ka shku gjithë ma, që me thonë ma thell, ka menu ma thell, ka hik, na ka bu gjithë pytje, dhe më besoj që qatë hype që e ka, që ato views, që ato like-a i meriton, po këtë komente negative ju kësha lutë më bu pozitive, sepse është një djalë i vogël, edhe ka normalisht nevoj për mbështetjen e krejtve. Mu më kanë thonë shumë persona që ma mirë është ta më jam shil TikTok, nëse mos e lani me postu, se diçka pa është një sen që ka qa vetë me bo, nuk është që, unë nuk muna më janë dalu, nëse a i dënë me bo diçka, është ma mirë me supportu, po me mësu që do të mu përbal me komentet këqia, do të mu përbal me personat që ka folin pa lidhje, ose që ka e shonë, ose diçka, dhe pësa është veç fëmi, është i vogël, po e dënë që të sen, edhe nuk muna më janë alë, edhe në gëzona shumë që merë viewsa edhe like-a, edhe ma shumë për njëra qëtër si motra e Lisit, se sa ona e Big Brother. Kur po dalë me të e nalë fëmija, tu ja bu hajde vojna një foto bashkë, hajde kështu edhe pesho që po gëzot ashtu, po ka qef, se kë në cakt ma bëj kem mu, të ke që vitin e kalum, të kem ka njoft që jom koni famë shumë motra anës Big Brotherit, të ke tash po mjohen që prej TikTokut jom bo. Dhe kur jemi tek mosha është një detaj tjetër që duhet serove pa tjetër. Për Lisin e dim sakt që është 12 vjeç, por sa vjeç është në të vërtet Ana, pasi shpesh ka pasur konfuzion rreth kësaj pjese. Unë kur kam hin Big Brother, i kom pas 19 vjetë, të më thonë korrekt, 30 korrekt, kom po 19 vjetë, po arsye pse kom thonë që i kom 21 është se jom friksu pak prej paragjykimeve të njerëzve dhe ma përpara nuk ka pas person matrit që ka hin Big Brother. Edhe thojsha ma mirë të thom 21 që edhe mos të menojnë që jam shumë e vogël ose diçka, është veç pa tasko që ashtu, po për momentin kam tash 21 i bëj me 30 kur. A menon që ke gabu, ma shkas nga fakti se një sezon mas teje për shembull,
Ke Eliona që dul e dyta, shkojnë finale, tu i pas veç 18 vjetë. Po, unë besoj që ajo ka bërë shumë mirë që i ka kallëzu që i ka 18 vjetë, se ka kallëzu që ka mençuri për qatë moshë që e ka, edhe u konë shumë me meqme se tjerë që i kanë pas ka 30-40 atë mrena. Edhe mu më do këtë vetja drejt me të kallëzu dhe pse kom hime në 19, mu ka do vetja shumë ma nalë sa personat që janë konë ma zjetër atë, që nuk kanë ditë as me fol, as me qitë na i laftë mirë prej goje, kështu që besoj që nëse i kësha këtë kohë, nështë ta kësha thë që i kam në 19. Tani në prag të 21 pranverave për të pritë ndërgjegjësi të mëdha edhe në sferën profesionale. Një projekt i ri ndërkombëtar po e pret anën jashtë kufive dhe sigurisht do jemi aty për ta përcjellë çdo hap të saj, siç kemi bërë çdo herë tjetër deri tani. Sukses Ana!